Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Situata nga rreshtet e shumta të shiut po përmirësohet në disa qarqe të vendit, ndërsa vlerësimi i dëmeve vazhdon dhe banorët e prekur mbeten në mbikëqyrjen e emergjencave civile. Në Durrës janë evakuuar 848 persona, ndërsa në Shkodër problemi mbetet vetëm në Obot. Në Fier dhe Korçë situata është më e stabilizuar, por disa zona vazhdojnë të përballen me pasoja nga përmbytjet dhe çarjet e argjinaturave. I gjithë vendi ka nisur të dalë gradualisht nga efektet më të rënda të motit të keq. Në qarkun e Durrësit, Lumejt, Erzen dhe Ishëm kanë shënuar rënje të dukshme të nivelit të prurjeve, duke lehtësuar tërheqjen e ujit nga banesat. Megjithatë, në shumë shtëpi kanë mbetur pas balta dhe mbetje të shumta. Gjatë periudhës së përmbytjeve, 848 banor janë evakuuar dhe janë akomoduar në struktura emergjente. Prefektura raporton se 2800 hektar tokë bujqësore u përmbytën, ndërsa 508 specialistë po verifikojnë dëmet e shkaktuara në 1453 banesa. Në zonën e Ishkënetës, shërbimet zjarfikse përdorin pompa për të larguar ujërat, ndërsa IKMT-ja ndërhyn për të liruar kanalet ujëmbledhëse nga ndërtimet e palishme. Në qarkun e Vlorës, lumi Vjosa është rikthyer në shtratin e tij dhe niveli ka rënë në 5 metra, duke mos përbërë rrezik të menjëhershëm. Megjithatë, dëmet mbeten të konsiderueshme në Novosel dhe Bishan, ku rreth 30 banesa janë përmbytur dhe mbi 300 hektar tokë bujqësore janë të buluara nga ujë, duke dëmtuar sera, udhishte, vreshtarit dhe bakti. Në Fier, fshati Feras është ndër më të goditurit, në disa banesa ende të përmbytura. Në Lushnjë, fushat e Tërbufit vijojnë të jenë në ujë me probleme të furnizimit me ushqim dhe dëme në bakti për shkak të bllokimit të kanaleve. Lumi Seman shfaq tendencë rritje për shkak të shkarkimeve nga hidrocentrali i Banjës. Në qarkun e Lezhës, situata mbetet e rëndë në territorin e Bashkisë së Kurbinit. Banorët e fshatrave Adriatik, Gjorm dhe Zhej janë të përfshirë nga uji dhe disa prej tyre pa furnizim me ujë të pishëm. Në të gjithë qarku janë përmbytur mbi 4000 hektar tokë bujqësore. Në Mirdit, prurjet e lumejve kanë shkaktuar grryerje dhe dëmet në infrastrukturën publike, duke vështirësuar qarkullimin dhe shërbimet. Në Shkodër, fshati Obot mbetet i përmbytur dhe rruga është e kalueshme vetëm me mjete të larta. Në Gjirokastër, rruga Gjirokastër-Tepelen u bllokua për shkak të rrëshitjes së dheut pranë shkallës së Zezë. Edhe në Juglindje, rreshtet e Borës kanë shkaktuar probleme. Në qarkun e Korçës, akset rrugore janë të hapura, por rekomandohet përdorimi i zinxhirëve, ndërsa mbi 1850 abonent në zonat urbane dhe rurale të Korçës, Pogradecit dhe Leskovikut janë pa energji elektrike. Ndërhyrjet emergjente dhe monitorimi i situatës vazhdojnë në të gjithë vendin, pasi rreshtet dhe temperaturat e ulta rrisin rrezikun nga përmbytjet dhe rrëshitjet e dheut. Autoritetet apelojnë për kujdes të shtuar dhe paralajmërojnë se dëmet e shkaktuara kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe vlerësim të plot në të gjithë zonat e prekura. Partia Demokratike ka vendosur të zhvillojë një protestë kombëtare me 24 janar duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike. Kryedemokrati Sali Berisha theksoi se protestat janë rruga e vetme për të detyruar qeverinë që të veprojë në interes të qytetarëve dhe për të zbatuar ligjin për shpalljen e gjendjes së emergjencës. Opozita ka paralajmëruar protestën kombëtare me 24 janar duke e cilësuar atë si hapin e vetëm për të sfiduar kryeministrin Edi Rama dhe për të kërkuar krijimin e një qeverie teknike që të mundsojë zgjedhje të parakoshme. Rruga e vetme, se gjërat nuk duhet jemi shumë të ndershëm të kthjellët. Rruga e vetme për largimin e kësaj qeverie është kalimi në protestë të vazhdueshme. Në vlerësimin tim, variantet tjera janë iluzive. Në qoftë se ne presim ose besojmë se Edi Rama do ta marrin dosjet dhe krimet e tij me vete, ne gabohemi, edhe nuk duhet gabohemi. Kryedemokrati Sali Berisha u shpreh se në kushte kur parlamenti nuk po shqyrton kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të numrit të 2 të qeverisë Belinda Balluku, rruga e vetme për opozitën mbetet sheshi. Për të marrë fajsin publikisht ai me vendimet e tij para shqiptarëve dhe komunitetit ndërkombëtar. Vetëm një autokrat, një diktator autokrat mund të imagjinojë, mund t'i lejoj vetes veprimet që i lejoi Edi Rama
në rastin Balluku, që është faktikisht rasti Rama. Në historinë e këtij shteti, 35 vitet e fundit, nuk ekziston asnjë rast i vetëm. Ai akuzon qeverinë edhe për menaxhimin e përmbytjeve në disa zona, duke theksuar se mungesa e shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore dhe moskrijimi i fondeve emergjente kalojnë qytetar pa mbështetje. Nga i gjeti mbrojtja civile, nga mashtrimet e Edi Rams. Dhe cinizmi ekstrem mbledh Komitetin e Emergjencës, është komitet i ngritur me vendimaj, dhe nuk shpall gjendjen e emergjencës natyrore, gjendjen e fatkeqësisë natyrore, dhe deklaron se kjo na përçan, kjo kërkesë e opozitës na përçan. Po si të përçan? Ti je i detyruar të kesh një ligj për njeriu që vepron me ligj, për njeriu që thotë unë do zbatoj ligjin. Je i detyruar të shpallësh gjendjen e emergjencës dhe mbi këtë shpallje ti pastaj je detyruar, ky ligj të detyron, kjo shpallje detyron të zbatosh ligjin e emergjencave, të marrësh fondin e emergjencave, të krijosh fond emergjencash dhe t'i adresosh drejt qytetarëve. Prandaj u them qytetarëve që çdo gjë që ka thënë dje ka qenë një tallje cinike. Berisha theksoi se aksioni opozitar do të jetë i vazhdueshëm dhe i strukturuar rreth protestave deri në largimin e kryeministrit dhe krijimin e një qeverie teknike që sipas tij është parakusht për zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Rreshjet e dendura të shiut kanë krijuar problematika serioze në disa zona të qarkut të Gjirokastros, duke shkaktuar bllokime rrugësh, ndërprerje energjie dhe dëme në banesa. Aksi Gjirokastër-Trepelen është i kalueshëm vetëm me një korsi, ndërsa familjet në Arshilengo mbeten pas tre dhe pas përmbytjeve. Autoritetet apelojnë për ndërhyrje urgjente në sigurinë e banorëve dhe rikthimin e shërbimeve bazë. Rreshjet e dendura të shiut gjatë natës kanë shkaktuar situatë kritike në qarkun Gjirokastër. Në aksin Gjirokastër-Tepelen, pranë shkallës së zezë, rrëshqitja e dheut ka bllokuar një korsi, duke vështirësuar lëvizjen e mjeteve dhe duke rrezikuar sigurinë e shoferëve. Punojësit e emergjencave po punojnë për pastrimin e materialeve inerte dhe rikthimin e qarkullimit normal. Në hyrje të fshatit Petran, në dogën e 3 urave, rruga është gjithashtu e kalueshme vetëm me një sens, duke krijuar rradhë dhe vonesa të konsiderueshme për mjetet. Ndërkohë situata më dramatike raportohet në fshatin Arshilengo, ku përmbytjet kanë deportuar brenda banesave, duke shkatruar të gjitha orendit dhe duke i lënë familjet pa kushte minimale jetese. Mungesa e energjisë elektrike vazhdon në disa zona, përfshirë Kurvelesh, Ballaban dhe pjesë të Bashkisë së Kulcyrës dhe Tepelenës. Dhjetra familje mbeten pa energji dhe përbadhen me kushte të vështira moti dhe temperatura të ulta. Rrugët rurale në disa zona janë të dëmtuara ose të bllokuara, duke izoluar plotësisht banorët dhe duke penguar shërbimet emergjente. Autoritetet paralajmërojnë se rreshjet dhe rreziku nga rrëshqitjet mbetet e lartë, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme për të shmangur pasoja më të rënda. Rrëshqitjet e dheut nga masivi malor në fshatin Bashaj të Bashkisë Selenic kanë bllokuar rrugën kryesore që lidh fshatin me zonat përreth, duke izoluar banorët dhe duke vështirësuar furnizimin me ushqime, shërbime shëndetësore dhe ndihmë emergjente. Autoritetet vendore pritet që të dalin në terren për të vlerësuar situatën dhe për të marrë masat emergjente. Situata në fshatin Bashaj të Bashkisë Selenic vijon të jetë e rëndë këtë të shtunë. Rrëshqitjet e dheut nga masivi malor kanë bllokuar tërësisht rrugën kryesore që lidh fshatin me zonat përreth, duke e bërë lëvizjen e mjeteve dhe qarkullimin të pamundur. Familjet e zonës ndodhen të izoluara dhe përbadhen me vështirësi të mëdha për furnizimin me ushqime, ujë dhe shërbime shëndetësore. Banorët tregojnë se çdo lëvizje jashtë shtëpive është e rrezikshme, ndërsa shumë shtëpi ndodhen në afërsi të masivit malor, ku rrëshqitjet mund të përsëriten. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet dhe shprehen të shqetësuar për sigurinë e fëmijëve dhe të moshuarve. Autoritetet vendore kanë paralajmëruar se ekipet emergjente do të dalin në terren për të vlerësuar situatën dhe për të pastruar rrugën, ndërsa po punohet për stabilizimin e masivit të dheut për të shmangur rrezikun e përmbytjeve të reja ose rrëshqitje të tjera. Specialistët paralajmërojnë se kushtet e montit mund të përkeqësojnë situatën, prandaj ndërhyrja e shpejtë mbetet e domosdoshme. Banorët e fshatit Bashaj shprehen të shqetësuar për izolimin e tyre, duke apeluar për ndihmë urgjente. Situata mbetet kritike dhe monitorohet nga autoritetet vendore dhe emergjenca civile, ndërsa pritet të ndërmerren masat e duhura për të lehtësuar jetesën e banorëve dhe për të garantuar sigurinë e tyre.
Rreshjet e dendura të 5 viteve të fundit kanë shkaktuar përmbytje të mëdha në disa zona të vendit. Mbi 13.000 hektar tokë bujqësore dhe rreth 1.500 banesa janë përfshirë nga uji në Durrës dhe Lezhë, si dhe në qarqet më të prekura. Situata më rënduar paraqitet në fshatin Miliska të njësisë administrative Thuman, ku banorët janë në ujë prej 4 ditësh. Pas 5 ditësh rreshje intensive, përmbytjet kanë përfshirë sipërfaqe të mëdha toke dhe qindra banesa në disa zona të vendit. Sipas të dhënave paraprake, mbi 13.000 hektar tokë bujqësore dhe rreth 1.500 shtëpi janë të përmbytura, ndërsa qarqet e Durrësit dhe Lezhës mbeten më të goditura nga kjo situatë. Në fshatin Miliska, në njësinë administrative Thuman, banorët përballen me një situatë kritike prej 4 ditësh. Çarja e argjinaturës së lumit të Droj ka sjellë prurje të mëdha uji, duke përmbytur qindra hektar tokë bujqësore dhe një numër të konsiderueshëm banesash. Niveli i ujit mbetet i lartë, duke e bërë të pamundur kthimin në normalitet për shumë familje. Një pjesë e banorëve janë detyruar të kalojnë natën jashtë shtëpive, ndërsa të tjerë ndodhen të izoluar brenda banesave të rrethuar nga uji. Jam në ujë krejt. Kam 60 copa dele. 30 kg kanë cofi, ka morë kanë i. Jo, pion, edhe ato i, të shku edhe ato. E vet. Jam në ujë prap. Unë të na du të me hek me hinë dojtë, në shpijt ka hi ujtë krejt. Jam luj, luj janë tonë, jo salon, po janë tonë luj këta. Komplet silagje, i kena smit nuj, plesht nuj. Së në gaj me hi shofer, edhe me të qato, zërë fikse me të qato, pa të mshita, nuk e dim se pronë. Me shukat një vlora shok, se me pronë këto, 4 vetë ka nërë, ajo e, komunë, se ka e në ati. Ata u bin thirrje institucioneve që të ndërhyjnë me ndihmë urgjente, si dhe evakuimin e familjeve të rrezikuara, ashtu edhe për sigurimin e ndihmave ushqimore dhe mbështetjes logjistike. Ndërkohë, autoritetet vendore dhe strukturat e emergjencave civile vijojnë monitorimin e situatës, ndërsa pritet që ulja e rreshjeve të sjellë përmirësim gradual të nivelit të ujit në zonat e përmbytura. 2 ditë pas zjarrit në tregun uzina Dinamo në rrugën 5 Maj, policia e Tiranës ka dhënë informacion zyrtar mbi shkaqet e ngjarjes. Sipas autoriteteve dyshohet se flakët janë shkaktuar nga një shkëndijë elektrike, ndërsa hetimet nga ana tjetër vijojnë. Zjarri ka shkëmbruar rreth 100 dyqane, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe duke lënë 10 tregtar pa burim jetese. 2 ditë pas ngjarjes, policia e Tiranës ka reaguar zyrtarisht për zjarrin që përfshiu tregun uzina Dinamo në rrugën 5 Maj në kryeqytet. Përmes një komunikate për mediat, policia bën me dije se dyshohet që shkaku i zjarrit të ketë qenë një shkëndijë elektrike, ndërsa prokuroria e Tiranës ka kryer veprimet e para procedurale, duke ngritur dyshime paraprake se ngjarja ka qenë aksidentale. Megjithatë, autoritetet theksojnë se hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave. Zjarri i rënë mbrëmjen e së njëjtës përfshiu 2 kapanone të tregut, duke marrë përmasa të mëdha dhe duke shkrumbuar rreth 100 dyqane. Flakët shkaktuan dëme të konsiderueshme me madhra dhe materiale të tjera, ndërsa tregtarët e prekur janë përballur me humbje të mëdha ekonomike dhe kërkojnë dëmshpërblim nga shteti. Organi i akuzës pritet të vijojë hetime duke analizuar pamjet e kamerave të sigurisë, si dhe duke marrë në pyetje tregtarët dhe persona të tjerë që mund të kenë ndjeni për ngjarjen për të përcaktuar nëse zjarri ka qenë aksidental apo i qëllimshëm. Fal izolimit në kohë të flakëve, zjarri nuk u përhap në kapanone të tjera të tregut, duke shmangur dëme edhe më të mëdha. Ndërkohë, një grup ekspertimi pritet të vlerësojë dëmin e shkaktuar, ndërsa mbetet e paqartë nëse tregtarët e prekur do të përfitojnë dëmshpërblim. Edhe pse moti i qëndrueshëm vijon në pjesën perëndimore të vendit, Bashkia Kavaj ka nisur ndërhyrjet në terren për pastrimin e kanaleve kulluese, duke shfrytzuar periullat pa rreshje. Pas evidentimit të pikave më problematike, puna me mjetet e rënda po vijon prej 2 ditësh dhe do të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Pa pritur përmirësimin e plotë të kushteve të motit, Bashkia Kavaj ka ndërmarrë ndërhyrje konkrete për pastrimin e kanaleve kulluese dhe vaditëse, duke shfrytzuar momentet kur rreshjet ndalen. Pas evidentimit të disa pikave më të nxehta dhe me risk për përmbytje, puna në terren ka nisur prej 2 ditësh dhe po vijon intensivisht. Me përdorimin e eskavatorëve, kanalet po pastrohen jo vetëm nga inertet e sjellja nga rreshjet e dendura, por edhe nga mbetjet plastike, të cilat po bëjnë rrezik për bllokimin e rrjedhës së ujit dhe krijimin e përmbytjeve
ngjarjeve të mënjehershme. Pamjet nga terreni tregojnë ndërhyrje në disa zona ku situata paraqitej më e vështirë, ndërsa puna po zhvillohet paralelisht në disa segmente, me qëllim garantimin e funksionimit normal të sistemit kullues të gjithë territorit të bashkisë. Ndërkohë, sektori i shërbimeve dhe strukturave të emergjencave civile janë mobilizuar plotësisht dhe ndodhen në gatishmëri për të ndërhyrë menjëherë në rast se situata meteorologjike përkeqësohet. Monitorimi i zonave problematike po vijon veçanërisht në pikat e ulta dhe pranë kanaleve kryesore. Sipas parashikimeve meteorologjike për ditët në vijim, në zonën e Kavajës priten rreshje shiu me intensitet të moderuar, ndërsa periudha pa rreshje do të jenë të shkurtra. Autoritetet lokale apelojnë për kujdes dhe bashkëpunim nga qytetarët, duke theksuar se ndërhyrjet parandaluese po vijojnë për të shmangur situata problematike. Familjarët e 54 vjeçarit Astrid Hysenaj, i cili humbi jetën nga përmbytjet në Durrës, pretendojnë se ai u mbyt gjatë orarit të punës. Ata thonë se disponojnë pamje filmike që vërtetojnë se viktima ndodhej në krye të detyrës në momentin e tragjedisë. Familja i bën apel shtetit për ndihmë financiare, duke theksuar se Hysenaj ishte burim kryesor i të ardhurave në familje. Dhimbje, revolt dhe thirrje për drejtësi nga familjarët e Astrid Hysenajt, 54 vjeçarit që humbi jetën pak ditë më parë si pasojë e përmbytjeve në Durrës. Të afërmit e tij deklarojnë se Hysenaj u mbyt gjatë orarit të punës, ndërsa po pastronte një kanal kullues në zonën e Plepave dhe jo jashtë orarit siç pretendohet nga disa burime jo zyrtare. Familjarët shprehen se kanë pamje filmike që dëshmojnë se 54 vjeçari ndodhej në krye të detyrës në momentin kur u përfshi nga prurjet e ujit. Ata i bëjnë apel institucioneve shtetërore që të ndihmojnë financiarisht familjen, pasi sipas tyre ajo mbaj ekonomikisht vetëm nga rroga e Astrid Hysenajt dhe pensioni në nënës së tij. Familja nuk ishte dakord që ai nëse duke thënë mos shkoj se është kohë shumë tek të shushi. Ai prapë u vesh uniformën e punës dhe u nis për punë. Kur e pa që nuk erdhi, atëherë familja u shqetësua dhe fillua kërkimet. Dhe në darkë familja u shqetësua akoma më shumë dhe shkon njoftuan policinë. Duke shkuar disa herë tek urgjenca duke pyetur mos ka harë ndonjë i aksidentuar ose i mbytur. Familjarët kërkojnë që figura e Astrid Hysenajt të mos përbaltet dhe që e vërteta e ngjarjes të dalë në dritë. Ata theksojnë se viktima ishte duke kryer detyrën e tij dhe se nuk mund fajsohet për një ngjarje tragjike që sipas tyre lidhet me kushtet e rrezikshme të punës. Edhe siç e tregojnë edhe ato pamje filmike që disponon familja, ai ishte duke mbledh letrat sipër në ujë, në disa kushte që asnjë të rrallë janë ata që mund ta bëjnë. Familjarët kërkojnë që ky ka rënë në krye të detyrës, sepse sipas pamjeve tona deri në 8:25 ky ka qenë duke punuar. E vërtetojnë që është punë. Ato që i takojnë sipas ligjit një punonjës që se ne mendojmë atëherë ka qenë momenti që është zhdukur. Nuk është gjetur më. Nëse ndonjëri ka pamje të kundërta, le të na vënë dispozicion. Që mbas kësaj ore ka qenë duke ikë në shtëpi ose ka qenë këtu. Ne ato që kemi ne 8:25 ka qenë duke punuar. Astrid Hysenaj u përcoll të premten për lëmbanesën e fundit. Fillimisht familjarët kishin denoncuar në polici humbjen e kontakteve me të, ndërsa më pas trupi i pajet u gjet nga polumbarët në një kanal kullues pranë ish-repartit ushtarak në Durrës. Ngjarja vijon të jetë në hetim nga autoritetet. Një automjet ka dalë nga rruga gjatë natës në fshatin Dars të njësisë administrative Klos, duke përfunduar në përrojën e fshatit. Një pasagjer rezulton i zhdukur, ndërsa drejtuesi i mjetit është arrestuar për drejtim të mjetit në gjendje të dehur. Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur rreth orës 01:30 të mëngjesit në fshatin Dars pranë urës së njohur të zonës. Sipas të dhënave të policisë, një automjet tip Audi me targë angleze ka dalë nga rruga dhe ka rënë në projën e fshatit, duke krijuar panik te banorët e zonës. Menjëherë pas njoftimit në vendngjarje mbërritën shërbimet e policisë, zjarrfiksit dhe njësi të tjera emergjente, të cilët nisën kërkimet dhe verifikimet e para. Pas veprimeve të shpejta hetimore u identifikua drejtuesi i automjetit, një 24 vjeçar nga fshati Fullqet i Klosit. Hetimet paraprake tregojnë se pas aksidenti drejtuesi nuk njoftoi autoritetet dhe u largua nga vendngjarja, duke mos i dhënë ndihmë pasagjerit të automjetit. Bëhet fjalë për një 30 vjeçar po nga fshati Fullqet, i cili dyshohet se është marrë nga rrjedha e projt pas përplasjes. Policia konfirmon se testi i alkoolit për drejtuesin e mjetit rezultoi pozitiv, duke treguar se ai drejtonte automjetin në gjendje të dehur në momentin e aksidentit. Ndërkohë, polumbarët e Reneas në bashkëpunim me policinë dhe shërbimet zjarrfikse po vijojnë kërkimet intensive në
projën e Darsit për gjetjen e pasagjerit të zhdukur. Autoritetet njoftojnë se hetimet për zbardhjen e plotë ngjarjes dhe përgjegjësitë ligjore të përfshirë do të vazhdojnë, ndërsa komuniteti lokal është thellësisht i shqetësuar nga aksidenti dhe kërkon masat e nevojshme për parandalimin e incidenteve të ngjashme në të ardhmen. Ecime të tjera informacione. Rreshtet e shiut kanë shkaktuar përmbytje dhe bllokim në disa segmente rrugore në Kosovë, duke penguar qarkullimin e automjeteve. Segmenti Ferizaj-Prishtinë përfshir fshatin Llapnasell dhe rrethin Prishtina-Mall është mbyllur përkohësisht për shkak të prezencës së lartë të ujit. Ministria e Infrastrukturës dhe Policia e Kosovës apelojnë qytetarët që të shmangin këto rrugë deri në normalizimin e situatës. Rreshtet e vazhdueshme në Kosovë po krijojnë vështirësi serioze për qarkullimin rrugor. Segmenti i rrugës nacionale Ferizaj-Prishtinë, që kalon përmes fshatit Llapnasell, segmenti nga rrethi Prishtinë-Mall drejt kryeqytetit dhe segmenti nga rrethi Marigona në drejtim të Ferizajt është mbyllur plotësisht për automjetet për një kohë të caktuar, njoftoi Policia e Kosovës. Ky veprim është marrë si masë domosdoshme për mbrojtjen e qytetarëve dhe për parandalimin e aksidenteve të mundshme. Ministria e Infrastrukturës të ditur se gjatë ditës segmenti pritet të hapet për qarkullim. Problematik mbetet edhe në nënkalimi në Mazgit drejt autostradës, ku uji ka grumbulluar për shkak të bllokimit të kanalit. Problematik mbetet edhe në nënkalimin në Mazgit drejt autostradës, ku uji është grumbulluar për shkak të bllokimit të kanalit. Autoritetet po punojnë për zhbllokimin e rrugës dhe për rikthimin e qarkullimit normal. Ndërkohë, rreshtet kanë shkaktuar rrëshitje të dheut në autostradën Ibrahim Rugova dhe probleme në rrugën Fush Kosovë-Gjurgjic. Policia dhe Ministria e Infrastrukturës paralajmërojnë qytetarët që të shmangin këto segmente dhe të jenë të kujdesshëm gjatë udhëtimit deri në përfundimin e punimeve dhe largimin e rreziqeve. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 11 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, duke sjellë mot të paqëndrueshëm me rreshje shiu dhe dëbore në disa zona. Paraditja do të shoqërohet me rreshje dëbore në zonat verilindore dhe lindore, ndërsa në pjesën tjetër të vendit priten rreshje shiu. Pasditja vijon me rreshje shiu në qendër dhe jug, ndërsa në zonat malore mbeten prezente rreshjet e dëborës. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 10 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 11 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 11 janar do të jetë rreth orës 6:59 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:38 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, -1 deri në 6 gradë Celsius. Kukës, -7 deri në 0 gradë Celsius. Peshkopi, -6 deri në 1 gradë Celsius. Tiranë, 1 deri në 8 gradë Celsius. Durrës, 1 deri në 9 gradë Celsius. Kavaj, 0 deri në 9 gradë Celsius. Elbasan, 0 deri në 6 gradë Celsius. Berat, 1 deri në 8 gradë Celsius. Korçë, -9 deri në 1 gradë Celsius. Vlorë, 3 deri në 9 gradë Celsius. Gjirokastër, 0 deri në 7 gradë Celsius. Sarandë, 2 deri në 10 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 11 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore shumë të ftohta me mot kryesisht të thatë dhe temperatura shumë të ulta. Paraditja do të jetë e ftohtë me ngrica, ndërsa pasditja sjell mot të thatë dhe pjesërisht të kthjellët. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 0 gradë Celsius.
Era do të fryej lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 11 janar 2026 pritet të jetë I ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 11 janar do të jetë rreth orës 6:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:29 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -7 deri në -2 gradë Celsius. Podujev -9 deri në -3 gradë Celsius. Skënderaj -8 deri në -1 gradë Celsius. Pej -8 deri në -1 gradë Celsius. Prishtinë -9 deri në -3 gradë Celsius. Gjakov -11 deri në -1 gradë Celsius. Malishev -10 deri në -1 gradë Celsius. Gjilan -7 deri në -2 gradë Celsius. Ferizaj -8 deri në -1 gradë Celsius. Kaçanik -8 deri në -2 gradë Celsius. Suhare -9 deri në 0 gradë Celsius. Prizren -12 deri në -1 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e Drita Televizion, bashkë më takofshim në edicionin e ardhshëm.